Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me lejen Allah Azza wa Jall do t'ja fillojmë komentimin ose sharimin e dispozitave të pastërtisë, apo më shkurtimisht me thon fikun e pastërtisë. Do ta bëjmë një hyrje për me tregu se çka është pastërtia dhe disa urtësi të cilat janë pas legjitimimit të Islamit që ka bërë pastërtisë, dhe pastaj do të flasim më tej rreth dispozitave që kanë të bëjnë me pastërtinë, dispozita të ndryshme. Spori, Allahu Azza wa Jall neve si musliman na ka obligu namazin. Dhe namazi është tylla e dytë pas shahadetit. Është për veprave më të mira, është gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi, pra njeriu, dhe në qoftë se është i pranuar, atëherë edhe veprat e tjera do të jenë pranuara, edhe në qoftë se nuk është i pranuar, atëherë edhe veprat e tjera është rrezik që mos të pranohen. Dhe Allah Azza wa Jall e ka përmendur namazin në kontekste të ndryshme në Kur'an, herë duke urdhëruar për të, herë duke treguar për vlerën e tij, herë duke e përmendur atë dhe sabrin. Dhe namazi, siç dihet, domethënë ishte kënaqësia e pejgamberëve, diçka e cila është lidhja më e fortë mes njeriut dhe Allahut Azza wa Jall, është komunikim mes njeriut dhe Allahut Azza wa Jall, dhe është ai i cili e largon njeriu prej gjunohave. Dhe pasi që namazi nuk mundet me u realizu përveç se me pastërti, atëherë dietarët kanë parapatur që fillimisht rregullat të përmendin duke filluar për rregullave të pastërtisë, sepse është parakusht për hyrjen e namaz, është parakusht ose domethënë është ato që kemi përmendur më herët, është kushti i namazit, parakusht i namazit, dhe për shkak se ka shumë prej aty në dispozitave që përfshin këtu, atëherë kam përmendur si kapitull, pra si kapitull të pastërtisë. Dhe kjo pastërti, apo fillimisht para se me ardhte pastërtia, do të thonë ato gjërat të cilat njeriu i ka, do të thonë gjërat e ndryshme të cilat i bën, ato ndahen në dy gjëra kryesore, do të thonë ato të cilat janë në raport me Allahun Azza wa Jall, e këto hin adhurimet e ndryshme, sikurse namazi, agjerimi, sikurse namazi, zakati, agjerimi dhe haxhi, dhe të tjera të cilat kanë të bëjnë me marrëdhënien ndërnjerëzore, të cilat këto hyn ato shitblerë, transaksionet, martesa dhe ndëshkimet e ndryshme për veprat e ndryshme penale. Dhe të gjithë dietarët kanë unanimitet se duhet të fillohet me gjërat të cilat janë adhurime, sikurse namazi, po flas për renditjen, çuçi kanë bërë, domethënë çështjeve të fikut, është se kanë filluar me adhurime sepse ato janë gjërat më të vlefshme dhe janë hak i Allahut Azza wa Jall, dhe njeriu duhet të veprojë gjithsesi ato në raport me Allahun Azza wa Jall, dhe pastaj i kanë shëruar ato dispozitat e tjera që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërmjetësore. E këtu kur kanë ardhur, pastaj kanë përmendur namazin, siç e sekëm më herët, për arsye se namazi është vepra më e rëndësishme pas shahadetit, dhe kur kanë folur për namazin atëherë si parakusht i namazit kanë përmendur se është pastërtia, dhe për shkak se është gjë para se me njeriu para se me u fal, dhe për arsye se ka shumë rregulla, atëherë kanë filluar me rregullat e pastërtisë. Çka është kuptimi i pastërtisë? Në arabisht i thonë tahare. Në arabisht i thonë tahare. Edhe tek ne më herët është përmendur, sikurse të plesht ose të ata të cilët kanë jetuar më herët, të cilët kanë jetuar dhe janë ndikuar ndoshta prej kulturës osmane, tahareti. Dhe tahareti pra është fjalë arabe, dhe ka një kuptim gjuhësor edhe ka një kuptim terminologjik. Kuptimi gjuhësor është, do të thonë, largimi nga papastërti, qoftë ato kuptimore ose fizike. Do të thonë nga largimi nga papastërtisë, nga pastërtisë të ndryshme. Po ashtu edhe kuptimi seriatik, edhe ky është i praafërt, mirë, po ka definicione të ndryshme të dietarëve që kanë dhënë pastërtisë në aspektin shariatik ose në aspektin fetar. Disa prej dietarëve kanë thënë huwa irtifa'u al-hadath wa ma fi ma'nahu wa zawalu al-khabath. Disa kanë thënë prej dietarëve se është sifa hukmiyya tujibu li mawsufiha istibahat as-salah wa ma tushtarat laha at-tahara.
Domethënë janë ato definicionet parafarta. Mirë po, në qoftë se mundem me thonë kështu, është pastërtia në aspektin fetar, është largimi i hadith. Pastaj i vjen çka është hadith. Dhe çka është në kuptim të saj dhe largimi i ndytësisë fizike. Ose ai kuptimi i dytë ose përkufizimi i dytë që është një gjendje kuptimore abstrakte e cila ja lejon njeriut që ta falë namazin dhe t'i vepron ato adhurimet për të cilat është kusht paraprak ose parakusht që ato të paraprihen me pastërti. Domethënë sikur se prekja e mushafit ose edhe gjërat e tjera të cilat do të vinë. Por në rend të parë domethënë namazi. Pra këtu ka ardhur largimi atij që quhet hadith. Hadith është gjendje kuptimore e cila pengon njeriu me fal namazin. A shihet, a nuk shihet? Nuk shihet, sepse ti për shembull mundesh me i pa dy njerëz. Njëri thotë unë kam abdes, tjetri thotë nuk kam abdes. Në shikim të parë duken të njëjtë. Teshat i kanë të pastërta, duken, domethënë se janë të pastër, edhe ti nuk e din paraprakisht a kanë marrë abdes apo nuk kanë marrë abdes. Pra në shikim të parë nuk e din. Prandaj është gjendje kuptimore. Është sikurse trimëria, sikurse dia, domethënë e cila është gjendje kuptimore dhe kjo gjendje kuptimore domethënë e pengon njeriu me fal namazin, se ai i cili nuk ka marrë abdes ose ka prish abdesin, pra nuk e lejohet atina me fal namazin. E kur të largohet kjo gjendje, duke marrë abdes ose duke marrë gusl varësisht, ose duke marrë tejemum, që do të vinë ato rregullat, atëre kjo është një lloj pastërtisë. Pra ka të bëj kjo pastërti me atë çështjen se a lejohet të mirët abdesi apo a lejohet të falet namazi apo nuk lejohet të falet namazi dhe kushtëzohet që për faljen namazin njeriu të jetë i pastër në vetveten e tij, të jetë i pastër në trup, në rroba, në vendin ku falet, në trup duke e larguar, duke mos pasur ndonjë papastërti fizike, sikurse nevojën e madhe ose nevojën e vogël, ose domethënë duke qenë i pastër në atë kuptimin që ka marrë abdes. Pra, largimi i kësaj hadith që quhet, e që përmendëm se hadith është një gjendje që e pengon njeriu me u fal namaz edhe pse duket se domethënë nuk duket në shikim të parë se ai personi për shembull është a ka marrë abdes apo jo, mirë po kur e pyeti ata thotë ne kam prish abdesin, atëherë themi duhet gjithsesi kërkohet nga ti që të marrësh abdes. Pra kërkohet nga ti ta largoj këtë gjendje që la të pengon ty me u fal. Dhe çka është në kuptim të saj, kanë thonë, në kuptim të saj janë disa gjendje të cilat në të vërtetë nuk janë hadith, nuk janë gjëra të cilat e pengon njeriu me u fal namaz. Për shembull, njeriu ka abdes, mirë po dëshiron me marrë edhe një abdes të ri, me ripërti abdesin. Atëherë themi kjo ripërtitja e abdesit nuk është se do thonë e pengon njeriu me fal namaz, mirë po për shkak të fesë që do thonë është mustahab në disa raste ose në shumë raste që me përtrit abdesin, me ripërsërit, atëherë themi se në këtë rast ky e merr abdesin, edhe pse paraprakisht ka pasur abdes, mirë po nuk është që realisht ai ka pasur nevojë ose që ju ka prish abdesin, mirë po si shenjë, domethënë që është mirë me marr abdes të dytë, atëherë themi është në kuptim të atina që përmendëm ato që është hadith. Ose edhe gjëja tjetër që hyn në pastërti është zawalul khabeth, është domethënë largimi i ndytësisë fizike. Sigurisë që dikush në rrobën e tij me pas diçka prej urinës ose prej nevojës të madhe apo prej gjakut, atëherë obligohet që me pastru atë rrobë ose trupin e tij nëse ka aty ose vendin ku falet, obligohet që ta pastroj, ta largoj atë ndytësi fizike në mënyrë që të përgatitet për namaz. Pra i kemi dy çështje dhe kjo është pra përkufizimi ose definicioni i taharetit pastërtisë në aspektin sheriatik, në aspektin fetar. Që i përfshin domethënë abdesin edhe guslin edhe tejemumin, po e përfshin edhe largimin nga papastërtitë fizike. Islami ka kushtuar vëmendje të madhe dhe rëndësi të madhe pastërtisë dhe kjo vrehet në shumë kontekste. Këto mundem me vret e para për ty nëse Allah Azza wa Jalla në ajet Kur'anor ka thënë ja ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Thot Allah Azza wa Jalla në ajetin që quhet ndryshe ajeti
i abdesit, thot ojet e cilët kemi besuar, kur të ngriheni për me fal namaz, atëherë merrni abdes merrni abdes nuk është përmendur në ajet kuranor, mirë po janë përmendur ato gjymtyrët e abdesit, domethënë lani fytyrat e juve, lani duart për deri mbi bryla, më jepni mes kokës dhe pastaj lani këmbët deri mbi zogët e këmbës, që do të thotë se njeriu gjatë ditës merr abdes disa herë, sepse ai obligohet 5 herë me fal namazin, ndodh që 5 herë me marr abdes, ose edhe ndoshta edhe pak më pak, mirë po ndodh me marr edhe më shumë. Mirë po më spaku që mundet me kon 1 herë ose 2 herë në ditë, dhe kjo domethënë është nxitje për pastërti. Pra kushtimi i vëmendjes dhe rëndësi, kushtimi i rëndësisë për pastërtinë. Po ashtu Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar që njeriu të pastrohet prej gjendjes së tij kur është gjunub. Kur është gjunub, domethënë kur është i papastër, prandaj obligohet që të lahet. Wa in kuntum junuban fatahharu, nëse jeni gjunub, thot Allahu Azza wa Jalla, atëherë pastrohuni, lahuni, merrni gusull. Pastaj edhe prej aty në gjërave që dëshmojnë se Islami ka kushtuar vëmendje edhe rëndësi të madhe pastërtisë, janë ato që quhet sunanul fitre, sunetet e natyrshmërisë. Dhe është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është khamsun min al-fitra, janë 5 gjëra që konsiderohen prej natyrshmërisë, për tyre është ruajtja e vendeve intime, shkulja apo ndukja e çimeve të sqetullës, synetimi, prerja e mustaqeve dhe prerja e thojve. Dhe në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin, sikur të mos t'ju vështirësoj ummetit tim, atëherë kisha mi urdhëruar ata që ta përdornin misfakut para çdo namazi. Domethënë përdorimi i misfakut, kujdesi për dhënat kështu me radhë, është prej gjërave që tregojnë se sa vëmendje dhe sa i ka kushtuar rëndësi të madhe Islami, domethënë pastërtisë. Këto janë gjërat që dëshmojnë për pastërtinë dhe sa i ka kushtuar vëmendje, mirë po shtrohet pyetja se a ka ndonjë urtësi pse Islami i ka kushtuar vëmendje pastërtisë edhe pse i ka legjitimuar, domethënë abdesin, guslin, largimin nga papastërtitë. Padyshim se po, dhe dietarët kanë përmendur disa prej atyre urtësive. Për këtyre urtësive është se Islami është fe e natyrshmërisë dhe njeriu prej natyrshmërisë së vet ka qenë me qenë i pastër. Dhe është e natyrshme pastaj që me ardh edhe domethënë më përputh natyrshmëria e njerit me natyrshmërinë e Islamit, sepse Islami është fe e natyrshmërisë dhe urdhëron për natyrshmëri. E pej natyrshmërisë është që njeriu më qenë i pastër, me dash pastërtinë, dhe për këtë arsye pra Allah Azza wa Jall ka urdhëruar që njeriu të jetë i pastër dhe ka legjitimuar pastërtinë. Po ashtu prej gjërave që dëshmojnë ose prej urtësive të legjitimimit të pastërtisë është se feja Islami kushton vëmendje të madhe dinjitetit të muslimanit dhe nderit të muslimanit. Për arsye se njeriu në jetën e përditshme i ka dy njerëzve, ose është afër dy njerëzve. I pari është shumë i ndotër, i vjen era keqe ose ka ndytësira, atëherë tek i personi i cili rrin me ta, atëherë ai ndjen neveri dhe ndjen një farë gërdie edhe gjithsesi mundohet më largu prej tina. Ndërsa ai tjetri i cili për shembull është i pastër, i kushton vëmendje pastërtisë, atëherë ka qenë menajt me ta. Dhe njeriu dhe Allahu Azza wa Jall pasi që ka qef me rujt, domethënë dëshira me rujt dinjitetin e muslimanit dhe nderin e tij, atëherë i ka kushtuar vëmendje pastërtisë në mënyrë që muslimani kur gjendet në mesin e muslimanëve, atëherë më ndi rahat dhe me ndi krenar, domethënë me pas një farë dinjiteti. Po ashtu prej gjërave urtësive që kanë përmendur domethënë dietarët, se cilat janë pas legjitimimit të pastërtisë të formave të ndryshme, se cilat do të vinë, është domethënë kujdesi ndaj shëndetit, sepse shumica prej smundjeve vijnë edhe prej betorinave, prej papastërtive të ndryshme, prej fllësinave të ndryshme, dhe ato më së shumti që ekspozohen dihet ato fytyra, durt edhe këmbët, dhe larja, padyshim se larja e shpeshtë të tyre ndikon në rujtjen e shëndetit. Po ashtu edhe çështja e fundit është se njeriu është i urdhëruar që të qëndrojë para Allahut Azza wa Jall i pastër. Domethënë në aftësinë të qëndrojë i pastër duke besuar Allahun Azza wa Jall, duke mos qenë pe atyre të cilët bëjnë shirk. Mirë, po në anën tjetër edhe do të ketë i pastër në atë aspektin fizik,
sepse është komunikim mes të robit dhe Allahut azza wa jall, dhe njeriu do të jetë në atë gjendje, do të jetë në atë gjendje që të jetë i pastër, të jetë i përgatitur për këtë takim me Allahun azza wa jall, dhe Allah azza wa jall i don ata njerëz të cilët janë të pastër, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah azza wa jall i don ata të cilët pendohen shumë dhe ata të cilët janë të pastër. Prandaj mund të thonë se pastërtia na shpjegojmë se çka është pastërtia në aspektin, në definicionin fetar. Mirë, po është një lloj pastërtisë që është më e rëndësishme se kjo. Është ajo pastërtia nga kufri, nga shirku, nga urrëtia, nga smira ndaj muslimanëve. E kjo është më e rëndësishme, edhe është themeli i pastërtisë. Për këtë arsye, në këtë kontekst ka ardhur hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë Abu Hurajras se innal mu'min la yanjus. Besimtari nuk asnjëherë nuk mund me qenë i papastër. Domethënë, rëndësia e tij është që ai beson Allahun azza wa jall dhe prandaj nuk mund me qenë i papastër në brendsinë e tij. Mirë, po mundet me ndodh ai që me pas në trupin e tij në disa papastërtive dhe për këtë arsye obligohet që t'i largon ato. Pra, pastërtia që e përmendëm është dy lloje ose dy kategori në fe: pastërtia themelore që ka kuptimin e pastërtisë nga shirku, nga kufri, edhe nga zelina, nga mëria ndaj muslimanëve të përgjithësi. E kjo është më parësore, dhe e dyta është ajo pastërtia që obligohet njeriu me të para se me kry namazin edhe veprat për të cilat kushtzohet për to pastërtia. Këto janë disa çështje si parahyrje për kaptinën e pastërtisë. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.